Me 16 prill është zhdukur, në ngosht I ka mbush 13 vjet. Ditëlindja ime parë pata. Do me thonë, është kërku babi jam për mu liru nana jam. Edhe nuk u kthyn, edhe nesër më në gjyshi jam, shkoj spari te kujshit, mi pyet. Unë kam qenë 12 vjet e gjysëm, kur është zhduk mami, me 16 prill është zhdukur, në ngosht I ka mbush 13 vjet. Ditëlindja ime parë pata. Ku ke qenë ti në atë kohë? Qysh ka ndodhur ngjarja? Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Ferizajt. Ne kemi qenë në fshatin e babit tim, aty kanë qenë ushtria e gjithë. Edhe ajo ka dalë me një gru të kushere një vend me ble gjana ushqimore për neve, të cilat veç kishin mbaru. Ne kishim shtëpinë edhe në Ferizaj, edhe I ka kry ato pazarët për neve, dhe kur ka dash më kthy në shtëpi, njerëz që kanë qellu kalimtar të rastit I kanë pa që janë kidnapu, dikon ndalje qytetit ku ka qenë aty një punkt I policisë. Edhe çka ndodhi pas pak? Pas pak mami është u kidnapu bashkë me atë gruan tjetër. I ka pa dikush atë? Po, I ka pa, I kam përcjell se ka shkuar te shtëpia, ka vizitu shtëpinë tonë, ka folë me kujshit, edhe ju ka tregu që letër njoftimat na I morën në hyrje të qytetit ushtria, jo policia, na thanë kur ti përfundoni punë, kur të ktheni, ja u japun. Edhe ato janë nalë atë prap, edhe që ato janë marrë. Po gjyshi jam ka shku të nesër në stacion policor, mi kërku që 2 gra nuk janë kthy në shtëpi. Përgjigja ty nuk kanë që ato janë në dorë të sigurta, sjellë djalin e merr nusën. Do me thonë, është kërku babi jam për mu liru nana jam. Këta ja ka thonë dikush gjyshit stacion policisë? Ka thonë inspektor I lartë në Nebojsha Gjorgjević. Edhe ai ton kohën ajo kanë që të farë konflikti me familjen tem. Ai sot punon në Serbi, edhe familja ti kanë qenë në fshatin e Rëdime, në komunë Ferizajt, ai o njoft si inspektor I lartë këto, edhe ai ka thonë e sjell djalin, e lëshojna nusën. Po na I pretëm, u bë ora mas dite 3-4, edhe nuk u kthyn, edhe nesër më në gjyshi jam, shkoj spari te kujshit, mi pyet te shtëpia jonë, afër spitalit në Ferizaj kemi jetu, edhe kanë thonë që kanë qenë, kanë blet disa gjana ushqimore, kanë ngrënë drejt e na, edhe jo nisë për shtëpi. Edhe na kanë tregu që na I kanë marrë letër njoftimat dhe na kanë thonë kur të ktheheni, nalni I merrni këto. Edhe prej aty gjyshi jam vazhdon në polici mi kërku, se dihet që në qytetin tonë janë të kidnapuar njerëz më shumë që janë njoft. Për shembull është Ali Shefik Spahi, avokat me nam ka qenë atë kohë, në fshatrat e Ferizajt ka pas luftë. Po në qytet nuk është që ashtu shumë janë prek njerëz, veç ku janë koncaqët e tyne. Pra, ka pas një kidnapim selektiv? Po. Bele, one e kom prit si fëmijë ma herët kur u mbyll këtë dyqani, kur u marrën pyetje babi jam, u mojkën stacion policor, është ra me ore kanë majte, po ashtu ma agja jem, o kanë I kërku ma I ma 98 veç ma është zhduk ma I së shfaq asnjëherë për arsye që e kanë kërku të në kohën. Kur në momenti që na kanë ardhur me na bastis 98 në shtëpi, policia na kanë rrethu, agja jem ka ditë edhe ma nuk u shfaq asnjëherë derisa përfundoi lufta.